Përshëndetje, mirë se erdhët në Ferma Club. Ne jemi vendi ku thasha themet shpërthejnë në çdo shoqe të studios. Dhe ku zbërthehet gjithçka ndodh brenda portës së fermës. Ne do të vazhdojmë ta shohim Ferma VIP me sytë atyre që i njohin fermerët më mirë se kushdo tjetër. Familjarët e tyre. A janë ata krenar, të zhgënjyer, të habitur, me gjitha sfidat dhe me të gjitha miqësitë që po ndodhin brenda fermës. Unë dua t'ju rikujtoj që finalja e madhe është shpallur me datë 20 qershor. Dhe atëherë do të marrim vesh se kush do të jetë lideri i vërtet i fermës. Vonë ka ndodhur një debat me të cilin ne do ta nisim sot këtë puntat. Me mua do të jetë një panel goxha i zjarrt sot. I pari, opinionisti jon i përhershëm, Elton Tozaj. Mirë se të rigjeta. Mirë se erdhe, na kishe munguar, nuk e di. Pra, u bëm ja 5 ditë që s'jemi parë. As më ke shkruar asgjë. Jo, të kam shkruar. Edhe unë s'kam kthyer. Kjo është tem pas klubit, gjithsesi. E dyta, Cilieta Kërmuzi. Faleminderit për ftesën. Njohse shumë e mirë e Ferma VIP, besoj se ke ardhur për të dhënë çdo opinion tënd. I treti, që mendon që çdo debat mund të zgjidhet, mund të bëhet, mendoj që e ke parë shumë mirë Ferma VIP. E kam ndjekur. Bruno Shemso. Kënaqësi. Mirë se erdhe. Shumë kënaqësi edhe për mua. Besoj që sot i ke opinionet si në çdo studio. Nuk e di se si do më shkosh me Eltonin sot. Ne si të shkojmë për herë në çdo studio ku jemi parë, Kam dhe një opinionist të katërt, e kam shumë për zemër këtë opinionist me të cilin unë kam bërë eksperiencën time në Ferma VIP 1. Ai do të bëjë një hyrje spektakolare, pasti është një showman i vërtet, sfidoi jo vetëm fermerët, por edhe paragjykimet brenda në ferm, ftoi Valer Kolnikaj. Valer, mirë që sot pas kam një fustan të gjatë, të ftoj të ulesh, sepse... Mirë se erdhe. Valer, bëri dëmin. Ta ruj unë. S'ka problem. E shef që më bën Valeri? Nuk më lara hapë brenda në ferm, këtu në Ferma Club. Po së të ndajmë, mor tani o flirtojnë se kudo që të shkosh, do jem e dhunë aty. Te këngën Valeri ke kënduar vetë, mbajmë në koncertin që kemi bërë. Ishte koncerti që e drejtoi Ed Salila, edhe pse ishte infiltruar, në fakt ajo bëri një punë të shkëlqyer me secilin prej, na bëri këngëtar, na bëri me zë. Na bëri mua këngëtare. Kisha harruar këtë pjesën. Ti këndove 3 këngë. Kisha harruar këtë pjesën e kësaj të infiltrimit, ë? Po, se këtë vit nuk kemi një të infiltruar në ferm. Po, pra, Ferma 1 e kisha shumë të bukur. Po ishte nishat gjithmonë. Mirë, tani do kthehemi te Ferma VIP 2, pasi shumë gjëra kanë ndodhur. Sot kemi të ftuar një familjar i cili është Daja e Yllit. Ka ndodhur një debat mbrëm gjatë publicitetit. Ata nuk e din që janë 24 orë në 24, mendojnë që mund të thonë çfarë do lloj gjëje dhe nuk do të dëgjohet. Është dhënë një koment nga Andrea. Mund ta shohim komentin? Është bërë gjatë publicitetit, kanë qenë live. Po, unë e kam ndjekur. Besoj ju e keni ndjekur, por për të qenë edhe me publikun të qartë. Kështu që nëse e kemi insertin gati, ta shohim. Dhe të kam paralemru. Ylli si ishte paralemruar në një. O, vaj, kam dalë jashtë, i kam fut dy turë që i kam thonë, te jetë raport dhe fundi, figurë dhe kaqë. Mbyllë mua betin dhe mbyllë iku. Ose diskuto ma atë punë. Te jetë raport dhe... E i thash, përsa i përket asoj gjojit, thash, te jetë raport dhe fundi. Nërsa ku ti vjen ti dhe të kërcënon që... I ka në dhej. Pis, janar njerëzit me fjallë tua ju kanë gjujë kësana. Që shfar shambulli jeti? Shambullin dyrë. Shambullin dyrje. Ullo të. Kullo të. Ti e do thikën në fytë për. Kullo të. Po, këte e thash gjitha. Qka? Po, këte e thash. Ka në gjë. Ka në gjë. Qaka, ka në gjë bli pasta. Ti e do thikën në fytë. Qash. A thaj shtyp kokën. Qa Andre, po i kësë qja vleka në fytë. Tu po të Unë e du thikën në fytë. Ik, mare drejt. Unë e du thikën fytë kiteje. Ik, me të rujtë. Unë e du thikën. Ja, demi këto justifikime.
Lemi justifikimet, unë tu sikim thët. Ju ka legend. Në rregull, tash e shohim. Mund sa. Ase po iki fare sonte. Tash e shohim. Ndesh me X 18 milion dinër si puna jote. Qeni mu i ditë ja me një që nuk lej njëri patarra atje lart. E tu çava me Liz das me plako. Edhe kjo me një si ty këtu e kam të ndesh me tiki o plak. Marut i bo valizhet gati. Marut. E kam të ndesh me tiki. Fejkine. Mos ma bëj mu fake se ta. Fejkine. Fake. Fejkine. Kaç. Mos më thuj më ashtu se ta shtyp kokën tokë, vlla. Fake. Shtyp kokën. Fake. Shtyp kokën. Fejkine. Kokën ta çaj gjakun Fejkine. Elton, komente të rënda. Shiko, nga ta nisësh nga mënyra si Andrea i drejtohet yllit me përbuzje, është një gjë që unë kam vënë re në këtë fermë, në këtë edicion të Ferma VIP, ka qenë përbuzje që kam pasur karshi një lojtarit vetëm. E kanë njësur me bullizime, me sharje, duke e akuzuar për seksualitetin e tij, duke e ngacmuar në për pika që realisht kushdo që t'ishte nuk do duron të dot. Vazhdon pastaj me këto në prajmë, është shumë e turpshme që ti drejtohesh tjetrit në atë farfej, me atë lloj përbuzje, dhe ti thuash për më tepër të fus thikën në fyt, unë nuk e di se çfarë duhet ndodhi tjetër aty brenda që njerëzit përjashtohen. Pritet t'i futet me të vërtet thika në fyt? Janë kërcënime shumë të rënda, fjalë që nuk Sepse ajo është gjëja më skandaloze që mund të ekzistojë. Jo vetëm për faktin që është live. Këto janë gjëra që normalisht duhet pasur një reagim i menjëhershëm dhe nuk mund ta baraspësosh fare me atë që pas ka thënë ylli më përpara, sepse gjithë ky debat ka nisur pasi Andrea kërkoi përjashtimin e yllit, pse ylli ka thënë të shtyp kokën. Po të shtyp kokën me të fus thikën në fyt janë dy gjëra krejt kundërta. Dhe të shtyp kokën ka qenë, të kujtojmë pjesën që ylli ka qenë një mision nga Agaj. Misioni që është dënë fakirëve. Kështu që ti nuk mund ta paralelizosh këtë gjë. Por ajo që mua më tremb më tepër është normalizimi që i bëhet kësaj gjëje. Në fakt, ne sot kemi dhe Dajën e Yllit, i cili do të komentoj me ne mbi këtë ngjarje dhe ngjarjet e tjera që kanë ndodhur me yllin aty brenda. Dukagjin Krasniqi e kemi në lidhje direkte nga Gjermania. Regjia, po. Përshëndetje Dukagjin, mirë se erdhe. Përshëndetje dhe për ju. Mirë se erdhe në Ferma Club. Besoj që i pe pamjet, e ke dëgjuar atë që ka ndodhur në brëm. Po. Dhe ne si familjar jemi shumë shqetësuar për rastin që ka ndodhur në brëm. Do më thonë në një live emision me ndodh kjo është do më thonë absolut jo normale. Po ma e keqja që është që nga produkcioni të merret kjo si një gjë normale dhe të ka përcehet ma ndenaj. Ne jemi shumë të shqetësuar, tepër, dhe ne kërkojmë që produkcioni të ndërmet hapa ndaj kësaj. Do më thonë nuk tolerohet as pak. Mund të bëj një pyetje? Produksioni është duke vëzhguar Dukagjin dhe mos ke asnjë dyshim për këtë gjë. Pyetja ime është, a e provokoi ylli, a e ka i pjesën e vet të fajit, se edhe Eltoni e Ceku pak më parë, duke qenë që ai ka qenë në një mision, i ka thënë Andreas do ta shtyp kokën. Mendojnë që është një pasojë e asaj deklarate të yllit? Unë mendoj që për shembull ylli e ka pas misionin nga Agaj. Do më thonë, edhe nëse ylli, do më thonë, i ka thonë Andoelit në atë aspektin, do më thonë, Andoelit i ka kërku falje sepse është interpretuar keq. Por, të thohet nga Andrea në një live show, të angulli thikën dhe të ta shtyp kokën të qes gjak, do më thonë, kjo nuk ekziston në asnjë shtet, ku do të është, po të kishë ndodhë në shtetin Gjerman, kjo, do më thonë, do të ishë penalizu direkt dhe do të ishku në sende gjyqësore. Unë mund të them, si ish konkurent dhe si pjesëmarrës në Ferma VIP, unë mund të them që kjo situatë e tensionuar është jep me merë, dhe fakti që ka qenë me mision nuk e justifikon asnjërin as tjetrin, sepse në misionet nga që na jep Agaj, realisht misionet nuk janë për të përdorur edhe për të dhënë lirinë për të reaguar apo për të kërcënuar apo për të përdorur terma të tillë.
kështu që ai t'jep të drejtën të bësh një lojë, po jo drejtën për t'ju drejtuar tjetrit të shtyp kokën. Unë mendoj dhe them që nuk ka vend për armiqësim sa ka vend për të qetësuar gjak. Dhe di pse, për të gabuar kanë gabuar të dy, nuk ka gabuar vetëm njëri. Kështu që pjesa e produksionit nuk ka pse të ndryhej për atë shkollë sa ata janë të konkurrentë. Po doja të rinjtoja që ka faj, ka dhe gabim. Pikërisht pra. Të gabosh është normale, po faj është më i pa faj. Dakord. Unë po them të paralelizosh dhe të normalizosh futjen e thikës në fyt, në shtypjen e kokës, kjo është e patolerme. Jam la ta mbaroj. Mbaroj ta gjetë Bruno. Unë nuk po them që po i paralizoj me njëra tjetrën, por as për të justifikuar nuk një person dhe mos justifikosh qëndrimin e tjetrit, se është shkak pasojë e gjitha. Nuk është thjesht një veprim që një e thënë që është thënë pa arsye apo pa diçka. Po jetojmë në një vend ku tjetri po vjen për një garë. Jam shumë dakord që terma të tillë janë shumë të rënda dhe nuk duhen përdorur në asnjë moment, por duhet kuptoni që ata janë persona që janë izoluar dhe shpeshherë, domethënë pjesa e fjalës apo domethënë shkujdesi në të folur mund të ndodhin si pasojë ngarkesës së madhe. Nuk justifikohet njeriu me izolimin. Në qoftë se më jepet pak kohë, mënyra ime si e perceptoj këtë reality show, që është reality show, është i tillë që shpesh herë mund të gabojnë dhe të përdorin shprehje të tilla të cilat ne na duken normalisht pak fyse, denigruese për konkurrentat, por në asnjë mënyrë kërcënimi është diçka komplet tjetër, mendoj unë. Edhe këtu bëhet, si të thuaj, diferenca midis asaj çka thënë Ylli dhe asaj çka thënë Andrea. Me sa di unë dhe me sa dëgjova, edhe me çka kam parë është që ka kërkuar falje Ylli. Të kërkosh falje është hyjnore, mendoj unë. Edhe në këtë moment ai e ka zhbër gjithë këtë, jo për ta justifikuar, po e ka zhbër gjithë atë tensionin në një fjalë që ka thënë dhe ka dalë jashtë kontekstit, siç e tha ai. Kurse të pres në fyt nuk mund të justifikohet me do të ruaj mjekrën me thik. Janë momente nervash, po pra, kërko falje, në moment që thua diçka, kërkon falje. Një sekund, kurse si përveç që kur kërkon falje, gabimi i dytë është që ti e justifikon me një dëlir madhështie që je në televizion dhe mund të manipulosh publikun. Kjo është e gabuar. Në moment që ti i thua dikujt do të pres fytin dhe përmend edhe gjakun për më tepër, kjo është e patolerueshme dhe nuk i vë faj edhe familjes në këtë rast që janë të shqetësuar. Do të thoya edhe Dukagjini dhe familjes së Yllit, unë i sugjeroj edhe i këshilloj që mos i marrin afër zemrës aq shumë pjesën se çfarë ndodh në një reality show. Unë kam qenë vetë pjesë e sulmeve shumë më të rënda se sa një termi të tillë, jo vetëm në realitin Ferma, po edhe në reality tjerë që janë shumë më të egër se sa Ferma. Dhe unë gjithmonë përpara se nisem në pjesëmarrje në një reality show, ju them familjarëve, çfarëdo që të ndodhë, ju lutem mos e ndikoni, mos e merrni afër zemrës, por shkoj po luaj edhe çdo gjë që ndodh do ngelet aty. Prandaj këshilloj që asgjë e mirë nuk vjen nga mos qetësimi i këtyre situatave. Jemi njerëz, jemi shqiptarë dhe normalisht që ata duke qenë në një garë, do gabojnë, edhe do shprehen në forma nga më të ndryshme si pasojë e nervave. Jemi shqiptarë. Nuk jam as pak me ty thua. Gabim e ke nëse si me mua. Shiko, Dukagjin, ti mendon që Ylli ka pasur frikë dhe prandaj nuk është frikë ka pasur frikë, duhet të dihet që Ylli është 24 vjeçar, kurse ky që foli tash pak përpara që e merr sikur justifikim, domethënë i bën sikur ka thonë Ylli dhe ky dy baza janë sikur dita me natë. Do më thonë që ka thonë a i thikën fyt dhe kjo që ka thonë Ylli dhe ka kërku falje do më thonë në atë aspektin Anduelit dhe e ka shukat këtë punë do më thonë. Kurse Andrea e thët në një live që ai do më thonë e thët në atë aspektin që produksioni nuk mur diçka. Nisi dhe me përbuzje, duke e trajtuar si leck. Genau, ashtu është. Mund të them diçka si leck. Dhe thika në fyt ishte qershia mbi to. E vërtet, produksioni në këtë rast sipas mendimit tim ka një detyrë të vetme që të ruaj, si të thuash, vazhdimsinë e lojës edhe balancën midis konkurrentëve dhe mendoj e ka bërë më së miri pasi nuk ka ndodhur asgjë nga ato çka është thënë. Merr përsipër çfarë do të gjësh. Penalizimi në këtë rast do vi nga publiku.
penalizimi në këtë rast për Andreën do vi nga publiku vet, I cili do e shikoj këtë gjë dhe kaj. Nuk ka pse shqetësohet për pjesën fizike dhe shëndetin e yllit. Për sigurinë. Gjithsesi, Bruno, të të rikujtoj që po flasim për një lojtar që është bullizuar dhe është akuzuar për seksualitetin e tij që ditën e parë të këtij edicioni. Seksualitetit të yllit. Doja ta pyesja Dajën e yllit, si të duket ky ngacmim që I bëhet vazhdimisht yllit në lidhje me seksualitetin e tij? Ky ngacmim bëhet domethënë nga të gjithë banorët është bërë për yllin, domethënë nga fillimi. Unë jam krenar për yllin që e kam menaxhuar këtë shumë mirë, domethënë nuk ka ra prej e tyne. Domethënë një njeri që bullizon, një 24 vjeçar në atë mënyrë nuk e di ku do të shkojë me këtë bullizim. Domethënë nuk është një epokë e mirë që domethënë ta shohin njerëz të jashtë që është ju bën një reality show. Një pyetje kisha unë. Duket sikur pikën mbi I ja vendosi letra që erdhi nga gruaja. Domethënë divorci që u bë ishte për shkak të seksualitetit të yllit. Ajo thonte në letrën e saj që ylli pëlqen djemt. Dhe duket sikur I vendosi pikën atyre aludimeve që kanë fermerët e tjerë brenda në fermë. Unë mendoj që ne jetojmë në vitin 2025 dhe nëse diçka e tillë shtekon, ajo nuk ishte nejt me yllin, domethënë 8 vjet bashkë. Kështu domethënë çdo sa bjen poshtë. Po nëse ylli do të ishte me të vërtet, do të kishte me të vërtet shije të tjera seksuale, do ta kishit përkrahun një lloj siç po e përkrahni tani. Unë mendoj që nuk ka nëse. O Valer, po pyes zotin Dukajgjin dhe pyes zotin Valer. Zotin Dukajgjin dhe kuptoj dhe natyrën e të bërit shumë mirë. Nuk ka nëse kur personi vetën fjalë është një njeri shumë I fortë që po përballon çdo situatë dhe çdo paragjykim që tjerët po I drejtojnë atij personi dhe e kam për një 24 vjeçar se përmend shumë Dukajgjini pjesën e moshës së yllit. Mua më duhet shumë djali I pjekur, djali I Zoti, ka një zemër shumë të mirë dhe është një njeri shumë I sigurt në seksualitetin e tij, për aq kohë sa nuk janë nin fare se çfarë mendon dikë tjetër. Do ta kishit mbështetur ju lutem mund të marr një përgjigje? Marrim disa përgjigje nga Dukajgjini dhe pastaj mund të kemi një përgjigje, do ta kishit përkrahun njësoj nëse ai do të kishte pasur prirje të tjera seksuale? Ne jemi që përkrahim çdo njeri, sepse ne nuk mundin t'i thojmë një njeri jeto kështu jetën, sepse unë dua që ti ta jetoj kështu. Çdo njeri në këtë botë ka të drejtën e vet. Ta jetoj jetën ashtu si të don, ashtu çka ti don ti. Çka ti don le të bën dhe jo për të paragjykuar njerëzit që mundohen gjithmonë me bullizu në atë aspektin. Shiko, Elton, nëse do ishe ti Elton, çfarë do bëje? Që do bëja? Po. Unë atë që kam bërë për herë. Do lidheshim me ndonjërin? Me kë? Përse duhet lidhesh ka? Po tash nuk ka nëse. Përse duhet lidhesh? Po ja, më bën nëse. Po Bruno, nëse unë pyes familjarin o vëlla. Ta gjem pastaj edhe këto janë tema, jo realisht, këto janë tema që familjarit I prekin goxha shumë. Ti bëj një pyetje Dukajgjinit, pse ish gruaja ja bëri në atë mënyrë? Domethënë letrën që dërgoi Pastaj do isha lidhur me ty o Valer. Të rënda, po pas erdhi dhe letra e divorcit nga jo ma e yllit. Lutem ta, pse shkruaj ti atë letër? Pse shkruaj ti atë fjali? Letra domethënë jam I bindur që nuk është shkruar nga gruaja e yllit. Se ajo nuk din asnjë shqip me shkru, ajo letër është shkruar ndoshta në aspekt pak, por letra është domethënë është inskenuar nga produksioni që të bëhet kjo punë më e madhe për klikime dhe për sesionet. Apo shumë të rënda. Sepse ajo është emër me emër dhe nëna e yllit erdhi dhe I tregoi letrën e divorcit. Nuk e besoj e para njerëz e patolerueshme fare njerëz që mendosh e ka shkruar produksioni Kastile për të krijuar situatë. Ai është jo produksioni, jo që e ka shkruar komplet, po domethënë e ka ndërtuar kur të më dal atë. Jo, ajo ka shkruar një mesazh në adresën e saj personale, do të thënë dihet që e ka shkruar ishnusja e yllit. Nuk mund të hedhim atë nëse mund ta marr fjalën të them edhe për këtë pjesë, pasi është një panel shumë I zjarrt këtu dhe me sa duket nuk mund të thuash atë mendimin tënd komplet. Por unë mendoj se të qenurit pjesëmarrës në ferma VIP në këtë rast nuk të ndikon seksualiteti. Kjo është diçka e cila është një temë sociale e tillë që përveç faktit që të merr sulm, në të njëjtën kohë vesh dhe në qendër të vëmendjes. Siç e kemi parë yllin në këtë rast është vënë në qendër të vëmendjes me anë të këtij lajmi e cila
është mbështetur në këtë rast edhe nga ish partnerja e tij. Kështu që e vetmja gjë që i ka bërë Ylli të paktën në aspektin se shkoi unë është mirë, sepse edhe te prajmi i kaluar i fermës VIP që pash dje në mos gaboj, Ylli tregoi të gjithëve që ka forcë fizike dhe që mund që të konkuroj në këtë mënyrë edhe të preferuarit. Më të fortët në sfida. Po pra, ka fituar shumë sfida, duhet prekur kjo pjesë. Kemi në ekran edhe mesazhin që është dërguar nga nusja e Yllit. Duka Gjina, ke folur me nusën e Yllit, me ndonjë familjar të ti, me ish partneren? Jo, nuk kam folë, sepse ne jemi familje që nuk merrem me të thashet thena, kur ne e dim se kush është Ylli, opinioni tjerve hin këtu dhe del këtu. Po atëherë ta dëton që nuk e ka shkruar ajo letrën, por është një gjë e stisur nga produksioni. Se këto janë akuzat brenda. Jo, i nxitun kështu, po është zbukuruar nga produksioni. Ka zbukurim të pjesa është... Ka zbukurimi do ketë aty? E kishte shumë më të thjesht, më falë, e kishte shumë më të thjesht që ti merrte sqarimet më të qarta duke marrë nusën edhe Yllit dhe duke e pyetur që është e vërtet apo jo ky fakt. Nuk ka pse akuzon produksioni për këtë gjë. Se Ylli nuk mund ta bëj duke qenë që është pjesë e fermës, po familjarët jashtë mund ta bëjnë. Është pak e vështirë sepse nuk është i vogël Ylli, është 24 vjeç, nuk është as ai ka të drejtën që marrëdhënien e vet ta trajtojë si të dojë. Fakti që ish partneri i tij dërgon këtë letër për ta njollosur, si të thuash, figurën e ish partnerit të saj që ka qëndruar 8 vite, është komplet cloud chasing është pak. Unë e quaj cloud chasing është në anglisht që ndjek domethënë trendin si të bësh ti pak viral, të marrësh çik vëmendje nga ajo që po merr Ylli. Letra erdhi me pretendimin që Ylli e ka përmendur brenda në fermë. Përmendja e Yllit brenda në fermë ka qenë në kuadër të asaj çka ai ka kaluar, nuk ka qenë për të cënuar figurën e saj. As për të mohosh eksperjenca të keqe, unë gjën e keqe e shoh tek mënyra e hakmarrjes për faktin nëse një person e ke dashur një herë lëret lirë dhe ka bërë zgjedhjet e veta se është djalë i rritur edhe ajo është njëri i rritur. Kështu që mendoj që ka qenë një kartë hakmarrje jo e bukur, për faktin edhe duke shfrytzuar dhe momentin për pjesët që po diskutoj, edhe për t'i dhënë një shtys akoma më tepër kur i afër hendekut, por, fakti i pasërtisë së personit bëri që ato shigjeta që i drejtuan Yllit të kthehen në favor të Yllit në pozitivitet, sepse tregoi maturi dhe tregoi një person që thjesht me edukat mbylli gjithçka që ka ndodhur dhe nuk i dha zë gjës për të rikthyer prapë me hakmarrje. Unë fakt dua të rikthem pak tek debati që pati me Andreën, por te çdo debat që ka patur Ylli brenda në fermë, duket sikur Ylli i shtyn njerëzit në limite. Edhe shohin si rrezik. E shohin si të rrezikshëm në garë, sepse ai po fiton çdo lojë. Po, okay. Duka Gjina, është një strategji e Yllit kjo të shtyr njerëzit në limite, sepse duket që çdo përballje e Yllit ka qenë shumë e fortë aty brenda. Është një strategji e Yllit që do me thonë i qënë njerëzit në limite, por është në kuadrin e lojës. Do me thonë aty jo në reality show, do me thonë duen provokimin, duen të gjitha. Do me thonë e ka atë fuqi që me i qu njerëz deri të aty ku, po e din ku është granica, do me thonë e din ku do të ndodhet. Me që kemi Valeri këtu. Në kuadrin e lojës janë edhe paragjikimet edhe sulmimet atëherë. Në kuadrin e lojës edhe nga në tjerve, ashtu janë fakt. Jo, s'është një lojë. Në kuadrin e lojës, atë heshnaj, do më thonë që ish gruja e Yllit, erdhë aty dhe thanë nuk kalon gjithë shka hapur, nuk ka hec aty, do më thonë u vërtetua gjdo thanë me letrën e gjykatës, do më thonë që ka qenë në proces që Ylli, do më thonë, ka mund fundlidhjes edhe u vërtetua jo. Nuk me kuptove, në kuadrin e lojës e kisha fjalën për pjesën e konkurentëve, kur sulmojnë edhe kur, do më thonë, të paragjykojnë, nuk e kisha për atë. Po, normal, në kuadrin e lojës është, aty është një reality show, do më thonë, se cili mundohet ta prek tjetrin aty ku s'duhet. Kurse për sa i përket qëndrimit të gruas e përmenda, ishte një formë hakmarrje shumë e ullët. Mund të bëj një paralelizëm të vogël në lidhje me Yllin, është një histori e lashtë e David and Goliath, që në këtë rast është në rolin e Davidit, është një person i thjesht, i cili me anë të zgjuarësisë edhe forcës të dhënë të karakterit të tij arrit të mund një përbindësh të madh si Goliath në këtë rast, dhe në këtë rast duket hapur që jo çka shohim në televizion është vërtet për t'u gjykuar pa ditur backgroundin e dikujt ose forcën e dikujt, sepse atje ke personazhe të cilët janë super artista, janë me emër, çdo gjë që mund të kenë mbështetje të madhe nga publiku, por sidat nuk i fitojnë, në ferm nuk bëjnë asnjë punë, edhe janë thjesht figura të tilla të cilat nuk japin. Dhe kur vjen puna pastaj për ata i keqi është Ylli. Kam pyetjen e fundit për Dajën e Yllit, a e sheh Yllin fitues të Ferma VIP 2?
Unë e shoh Yllin në finale, nëse vjen çdo sfidë, Ylli do t'i përballon çdo sfidë aty. Thjesht ju kisha lutë që produksionit, do më thonë, t'i shikojnë senet pak ma mirë, edhe mos t'i lojnë bullizimet me kalu kështu, gjana athikes, ta shtypi kokën. Këto do më thonë ju kisha lutë produksionit këtu, sepse une ka ma shumë mesazhe nga... Duka gjinë t'jesh i sikur që produksioni shet çdo gjë me shumë vëmendje dhe do marrë masa për çdo gjë që ndodh aty brenda. Produksioni e shet çdo san, po e lënë si t'kalon një san normal. Këtu është shkret e gjitha, sepse ndodhin sene, jemi në reality show, jemi në një reality show. Prandaj jemi të ftuar këtu dhe në këtë rast edhe familjari ti është i ftuar që janë marrë masat, ashtu edhe po dëgjohet zëri dhe si duka gjinin në këtë rast. Pjesa e produksionit është arma më e rëndësishme dhe më e fortë që një konkurrent tentoj ta kthejë në favor të vetes. Prandaj unë them që të hiqet dorë nga përdorimi i pjesës çfarë duhet të bëj dhe çfarë s'duhet të bëj produksioni. Shiko, Valer, duka gjinë, ato janë në një reality show, nuk janë në një shkollë, produksioni merr gjithmonë masat, fermerët janë të gjithë të sigurt aty brenda për të thjesht loja është e fortë, lojtarët janë aty në sheshin e betejës. Publiku është ai që vendos dhe të rini të qetë sepse çdo gjë tjetër është bërë dhe s'është e rëndësishme. Unë doa ta falenderoj Dugagjinin që ishte pjesës së parë të Ferma Club. Shumë faleminderit për gjitha opinionet e tua. Ju faleminderit edhe për juve dhe ne gjithë familja jemi krenar për Yllin, do më thonë Ylli le të vazhdon kështu që shosh dhe mbështetjen tanë ka me pas deri në fund. Kështu që jemi krenar me djalin që është. Të përshëndes. Ju përshëndes dhe unë juve, kaloni shumë sa ma mirë. Tani, do përshëndetëm Dugagjinin, do të ftojmë në anë virtuale një të afërme të Andreas. Tani, Elton kemi ftoj shërirën e Andreas, Olën, është në lidhje me ne? Okej, do presim vetëm pak, nëse keni ndonjë koment? Unë do thoya që ky qëndrimi familjarëve është i pashmangshëm dhe normalisht që gjithmonë familjarët do mërziten për çdo sjellje. Kam parë familjarët e mi nganjëherë marrin gjërat edhe më afër se ç'duhet zemë. Është e kuptueshme, pavarësisht se kisha porositur familjarët që të mos ndikohen dhe të mos reagojnë. Në fakt në sfidën me Flori, në sfidën e vështirë, ata kishin kërkuar që të më nxjerrin jashtë, domethënë për faktin që është një sprovë shumë e rëndë që po i bëhet djalit tonë. Pra, domethënë isha dhimbtur shumë nënës. Kështu që edhe unë e kuptoj shumë mirë se me këto sfidat, me këto ofendime dhe me këto bullizime, me këto gjërat, nuk pyesja unë fare për këto dhe i kam rejgjur, i kam mësuar. Dhe tani këto i kuptoj sepse një fjalë ju peshon shumë rënd, ndikohen nga komentet. Çdo familjari nga ekrani dhe nuk ka një kontakt. Bëhen si tifozëria, ashtu siç është bërë gjithë publiku shqiptar dhe ata normalisht që i marrin shumë afër zemrës. Ne kemi përjetuar vetë fermën. Por s'ka arsye më u shqetësu se gjitha harrohen kur mbyllet ferma, madje do duhen shumë. Andrea, ne të dim shumë mirë Valer. Sa ju shkëlqejnë sy ty të dyve kur flisni për eksperiencën tuaj. Andrea me Yllin kanë për të bërë shok shumë mirë. Shpresojmë. Unë me Brunon kemi qenë dhe në përputhje dhe të njëjtën situatë kemi kaluar gjithmonë. Domethënë familjarët ishin të vetmi njerëz që bëheshin për çdo situatë problem. Për çdo problem. Kemi Olën në lidhje. Përshëndetje. Ola. Unë sa nuk e di, a më dëgjon Ola? Nuk është akoma gati, më falni, po Valer. Unë du të them që tani kjo pjesa e familjarëve prapse prap do vazhdojë dhe pavarësisht se do ne këshillojmë dhe gjithmonë do këshillojmë. Po pastaj familjarët do njeh me njëri tjetrin, jo vetëm Ylli me Andrean, kam përshtypjen që do shkojnë mirë familjarët e dy. Po ju dy çka kishit ju dy dhe kishit pas konflikt ju dy me njëri tjetrin apo? Jo, ne nuk kemi zënë asnjëherë. Se ju ishit për date, nuk ishit për... Po nuk na e... Po dhe këtu për ferm janë ata, po kërset më valë. Dua koment nga ty se ti e... lidhje me çka diskutuam deri tani. Unë e bëra komentin se çdo them më tepër. Është normale që do bëhen merak familjarë. Familjarë do bëhen merak, është normale. Edhe familjarë kur isha brenda. Edhe përdorin pak ndonjëherë. Dëgjoj, ajo është normale. Nuk ka ndodhur situata të tilla brenda. Po kur ndodhin ne oditeja ne ishim model tjetër. Se ne që e kemi kaluar një reality show kur jemi aty brenda, këto gjërat nuk është se na vrasin shumë, kur dalim jashtë pastaj dhe dëgjojmë ata të shtëpisë që kanë qenë të ngarkuar dhe të rënduar. Shumë e ishte kështu e isha ashtu dhe aty themi ore pritë se këtë fatin do gjasë e kemi Olën në lidhje direkte. Ola, mirë se erdhe në Ferma Club. Përshëndetje, mirë se gjitha.
A e ke ndjekur konfliktin midis Andreas dhe Yllit që ka ndodhur gjatë prajmit dje, gjatë publicitetit? Po, e kam ndjekur, pa tjetër që e kam ndjekur, nëse më lejoni vetëm fillimisht një moment si familjare, si afërme, si një mike, kërkoj ndjes për familjen, ndonë se që është gjithka një loj, nuk duhet askush, daja pak më herët tha që jemi të prekur, pastaj nën kuptoj që e kuptojmë që gjitha është një strategji loje, është e marrë rrjedhja lojes, por nuk duhet marrë parasysh, dhe më thënë, ato që ndodhë brenda fermerëve e ka mënyrë tjetër dhe jo me familjet jashtë, ashtu si që ne dhe familja e Andres, ndaj asnjë sulmi që është bërë bashortës, fëmijëve, motrës, nuk kanë reaguar, sepse gjithçka është një lojë. Ola, po, ajo që tha Andrea ishte shumë e rëndë. Ju si familjar... Atëherë, Andueli dhe Andrea kishin pjesën me Luanën që donin që Yllit të dënojë për përcelimin që ka bërë. Familjar të Anduelit tu. Andrea. Andrea dhe Andueli ishte situata si nisi. Nisi situata, Elton të lutem, sepse jam këtu të dëgjohem unë, ty të dëgjoj dhe nga televizioni. Situata ishte me Luanën që kërkonin që Yllit të dënohej për veprimin dhe për kërcënimin që kishte bërë tek shtëpia Fakirit, ishin me mision apo pa mision. Duke qenë se Luana vazhdimisht e justifikonte dhe thonte që mos e bëni të madhe sepse nuk ka nevojë pse të egzagerohej, atëherë Andrea tha nëse kështu është loja nervave, atëherë dhe ne do ta vazhdojmë të lojë. Dhe ishte pikërisht ky reagim ndaj produksionit, le themi, ose ndaj Luanës, dhe jo drejt për drejt me Yllin. Po fjalët ju thanë Yllit. Po pra, ishte Ylli ai që qëlloj, ose e ngacmoj Andrean, në ato, jo në nerva, por në ata reagimin që produksioni po e mbron të Yllin në këtë rast. Mund të ishte që dhe Andueli, por dhe... Mund të drejtojmë të tipi dhe një pyetje. Futur produksionin vënd e pa... Dua ta pyes në fund, po dhe dua të konstatoj diçka që fakti që e nis këtë lloj interviste duke kërkuar falje dhe më pas duke vazhduar ta justifikoj të njëjtën gjë është përsëri e gabuar. Më fal, do ta drejtoj pyetjen. E kuptoj. Është falje si familje. Edhe ndaj individit. Po, dhe ndaj individit duhet të kërkosh falje, mendoj unë, sepse ne jemi mësuar deri tani, unë nuk e dija dot kur që do harria të komentoja unë Andren, pasi e mësuar që komentonte të gjithë në rrjetin e tij social, edhe kur hyri aty u njoh pikërisht për këtë gjë. Dhe aty me batutat e veta mund të kontrollonte çdo gjë pasi telefoni. Kurse në reality show po shohim një anë tjetër, që një tregon dhunë, dy promovon faktin që burri duhet të jetë kështu edhe të tregoj dhëmbët edhe të drejtoj thikën ndaj një mashkulli tjetër, dhe mua më duket komplet e gabuar që ta mbrosh dikë, kur në të vërtet ka përdorur këtë lloj gjuhe. Nuk është nevoja për justifikime, për zbukurime, mund të thuash thjesht ka bërë një gabim njerëzor, është shprehur gabim, edhe që të përmbledhit të tëra përgjigjet. Dhe për më tepër ishte përveç se me Yllin, se e di shumë mirë që s'të pëlqen kjo që do them, pa llogaritur pasaj se çfarë ka bërë Nenas. Si ai është drejtuar një femre gjatë gjithë kësaj kohe. Dhe nëse juve e quani në kuadër të lojës trajtimin si është bërë një femre nga Andrea, qofshi juve që jeni pastaj. Unë nuk i ndaj dot për shembull femra meshkuj, janë konkurrent të gjithë një lloj për mua, si ndaj një njeriu tjetër. Shojmë Olën, Pola. Një pyetje kisha, ti e ndjek fermën 24 orë, apo thjesht ti kur hyn kur do të nisë fan klubi, ti merr disa udhëzime se çfarë do të thosh, do flasësh. Po si nuk ka që dorë një herë nga këto. Po si nuk ka që dorë një herë nga këto sulmet kaq të shëmtuara pa pikë lidhje. Unë jam opinionistu dhe unë e shikoj fermën se e kam për detyrë ta shikoj. Dëgjoj. Një nga gjërat më të shëmtuara është kjo që tentoni të intimidoni dikë duke i thënë që ti nuk e ndjek. Dakord? I shohim 24-24, e kemi parë se si i ka thënë, e kemi parë dhe se si është drejtuar Nenës, e kemi parë dhe se si është drejtuar Yllit nga fillimi deri në fund, duke në kuptuar që është homoseksual, e kemi parë dhe se si është drejtuar edhe njerëzve tjerë, e kemi parë dhe se si unë ndjej kur i doli Andueli kundra. Hajde tash më pa gjeni në një mënyrë tjetër për të Mund t'ja drejtoj pyetjen si përfundim unë se u bëj gjithë.
Atëherë, pyetja Se ime do ta është kjo. mbyllë, më jemi në limite, Pyetja ime është kjo. Pavarësisht edhe në qoftë se ylli ka faje. Okej, e marrim të mirëqen që dhe ai është ngacmues, është provokues, në limite, i çon deri në atë pikë që të shpërthejnë. Përsëri mendon se e justifikon Andreun kjo gjë të thot ato fjalë që ka thënë. Edhe ylli ka rrezik duke qenë fermë 24 orë. Ta pyes ato Elton të lutem. Ashtu. Bruna, mendova që e sqarova kur thash që Andrea absolutisht janë terma të papranueshme, absolutisht nuk duhet me njanu kjo gjë, por ajo që më herë të thash ishte që ky sulm ishte ndaj produksionit, jo drejt për drejt yllit. Jo, ishte drejtuar yllit. Personalisht. Produksionit, janë fjalë që nuk thuan. Për një sulm që ka thuar që ditë e parë me yllin. Ola, nuk e justifikon fakti që ka pasur me produksionin sepse fjalët ishin shumë të rënda. Për më tepër është më keq akoma po ta ketë pasur me ata. E ka pasur për kolektivin ai në shumicë. Do i therr të gjithë. Fusë thikën në fyt Luanës. Pra, ishte lufta me produksionin sepse Luana Ku do t'ja fusë? Po pra, do ja fusë thikën në fyt Luanës. Këtë vit, këtë vit po shikoj që loja që ka mes familjarëve herë më shumë se mes individëve, dhe do ju kisha sugjeruar, edhe juve do ju kisha sugjeruar, ta merrni më me qetësi situatën dhe mos provoni të ndërhyni në një lojë ku loja luhet mes konkurrentëve. Nuk kemi ankesa ndaj askujt, sepse Andrea ka vetëm jo me familje. Po përmbaju fjalëve, sepse përmbaju fjalëve që thoni dhe të tregoni pak më të kujdesshëm në momentin që kërkohet një falje, pastaj zhvillimi i bisedës kalon që hedhin poshtë faljen e kërkuar, edhe në rastin ata që letën me momentin e fundit edhe që ta mbyll. Ola, ti e di shumë mirë dhe njeh shumë mirë Andreën, por do ishte më njerëzore nga ana e Andreës të kërkoje një falje publike dhe do ishte më gjëja më perfekte. Do jetë prime mineralës, besoj dhe ajo. Besoj do njeh shumë mirë kush është Andrea. Nuk jam lojtare unë aty brenda që të kërkoj falje publike. Po ti po merr pjesë në këtë gjë. Nuk janë veprimet e mia. Ka të drejtë vetëm për një, ka të drejtë shumë për një pjesë që këtë lloj përgjegjësie për të kërkuar falje ka Andrea. Ti që nuk e bëri, kështu që jemi okay. Okej, mua më duhet ta mbyll këtë pjesë. Ola, shumë faleminderit që ishe me ne në Ferma Club. Faleminderit për opinionin tënd. Të përshëndes, do të shkëputemi në një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi me një tjetër familjar në pjesën e dytë. Mos u largoni. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë për të folur mbi një rrëfim i cili na ka shokuar jo pak në Ferma VIP dhe këtu në Ferma Club. Mbi rrëfimin që ka bërë Elinara dhe sot na është bashkuar motra e saj, Edxesa Vrioni. Mirë se erdhe. Ne kemi diskutuar dhe në puntatën e kaluar rreth rrëfimit që bëri Elinara për tentativën që kishte për përdhunim në moshën 18 vjeç. Sofia na dërgoi një letër duke thënë që ajo çka ka kaluar Elinara është më shumë se aq, më shumë se ajo çka ka treguar Elinara brenda në fermë. Ti si e përjetove rrëfimin e saj? Po, normalisht, jo dhe aq mirë, po në atë kohë ndodhni. Jo vetëm Elinarës, por i ka ndodhur shumë vetave. Se në atë kohë ishte rëmuj edhe... Ti a e dija apo e mësove tani? Jo, nuk e dija, sepse ajo ka qenë vajzë e re, unë isha e martuar, e ke parasysh. Vajza e saj tha që i ka ndodhur më shumë se kaq. A jeti në dieni rreth çfarë ka ndodhur? Varet për çfarë ka pasur ajo. Nuk është se ti ke biseduar me Sofin dhe e di se çfarë... Jo, sepse u bën kaq vite martesë, mund të jetë diçka familjare, mund të jetë shoqërore që mund i ke ndodhur. Si është marrëdhënia jote me Elinarën? A jeni shumë të afërta se... Po jemi sigurisht. Se jeni motra sigurisht. Jemi motra. Por këtë pjesë Elinara nuk e kishte ndarë asnjëherë me ty. Po s'kishte rënë muhabeti, kemi bërë tani gjëra të tjera dhe ka treguar, po për këtë s'kishte rënë muhabeti. Nuk kishte treguar asnjëherë. Elton? Si mendon? Jo, më duket e çuditshme që ka rënë muhabeti fakti që kanë dashur që ta përdhunojnë dhe më duket që ka rënë. Po mbase ajo nuk ka dashur ta shqetësoj familjen, duke qenë që nuk ka ndodhur. Po Elinara unë nuk kam se çfarë të shtoj, e kam thënë që puntatën e parë është fermerja ime e preferuar. Ajo që më ka bërë përshtypje nga ajo çfarë Sofi na ka shkruar radhës së kaloj është që kjo çfarë keni dëgjuar deri tani nuk është asnjë gjë me atë që ajo realisht ka kaluar. Dhe mua më lind
me njerë më vajti mendja thash, o është e dhunuar nga ish bashkëshorti, ose ka pasur në një histori tjetër. Dhe më lindë drejta ta pyes në jetën e saj bashkëshortore, pra aq kohë sa kanë qenë të martuar. Ka qenë e kishtë trajtuar nga bashkëshorti, keni pasur djeni, ka rënë ndonjëherë muhabeti? E kishtë trajtuar, jo, po tani mos marrëveshje kam patur se Elinara ka pasur shumë dëshirë artin dhe në familje jo të dy bien dakord. Futet dhe xhelozia në mes, që pse kjo të... Pra, bashkëshorti i Elinarës ka qenë shumë xheloz? Shumë xheloz, tani si gjithë burrat e tjerë, sepse arti, muzika kishte pak impenjim në duhet të dilje rënjeve. Ka qenë shkaku pse ata janë divorcuar? Po pak a shumë mund të ketë qenë. Me kuptoj. E gjitha, pse mendojnë që Elinara e ndau me publikun e gjerë historinë e saj dhe nuk ja kishte thënë familjes? Ajo motrës së tretë ja ka treguar. Po mua jo, unë në fakt kam qenë shumë kritike gjithmonë ndaj Elinarës. Sepse ajo guxonte. Dhe unë nuk doja që ta përbuznin, ta shanin, ta përgojonin. Edhe këtu ku ka hyrë, nuk doja, se më tha që do futem në fermë. Unë thosha jo, sepse do dalësh nga vetja, do komentojnë keq, nuk më vjen mirë, asnjëherë s'ka ardhur mirë që ta ofendojnë. Se unë tani i kam lexuar dhe komente, sidomos në fillim, dhe jam habitur. Ka njerëz, sepse ishte ajo ditëlindje që asaj ja përcaktoi moshën, sepse jo se ka motër, po motra ime nuk tregonte se sa vjeç ishte. Vetë nga mimika që ka. Dhe arin, moj plakushe, moj kështu, moj ashtu. Njerëz, nuk e di qa njerëz ish janë. Sa arrit a i thash, një 50 vjeçar, unë se di që t'jetë plak, mbas 65-70 dhe mundet, po 50 vjeç, s'din se qarë shkruaj. Unë s'po them se motra ime është perfekt, por paktën... Kur bësh pjesë në një reality dhe kur je personazh publik, priten edhe komentet. Nuk po them që është gjë e mirë, sepse ne i luftojmë gjithmonë komentet negative si në rrjetet tona sociale dhe në përditshmërinë tonë, por e di që për familjarët është e vështirë që... Po, ashtu thonë dhe vajzat e saj që teze mos i shiko. Ama kur i shikoj ato bëhen shumë keq. Shiko vetëm Elinarën brenda dhe shijo... Unë mendoj që është pak e pashmangshme për ju që t'i shikoni këto, pasi ndodhen nga do, por më lejo të them që unë me sa kam parë Elinarën, edhe kur e mora vesh madje që ishte 50 vjeç dhe ka atë lloj energjie, atë lloj pamje, aty brenda të shtin dos, do mos po flas për jo vetëm për gocat e reja, po edhe për 50 vjeçarët e tjera, të shtynë xhelozi. Edhe normalisht që si mund të nxjerret xhelozia ndaj një personazhi publik më mirë, me mllefin duke e shfaqur në rrjetet sociale dhe nga do. Nuk dua të shqetësohesh për këtë pjesë. Zonja, edhe me qenë se është treguar kritike për pjesëmarrjen e Elinarës, unë do të them të kundërtën. Në fakt i duhet të jesh shumë krenare, sepse është një frymëzim, është një shembull për gratë asaj moshe, për energjinë, për formën, për bukurinë, për sjelljen, edhe tani edhe pjesët e nervave që i ka momentet caktuar që shpërthen, tani janë shumë bukura ti shohësh tek njerëzit. Se sa ti je motër e madhe. Jam e madhe. Po nga që është motër e madhe, prandaj e kuptoj se kam kritikuar gjithmonë. Motra e madhe është gjithmonë, motra dhe çdo motër dhe çdo vëlla është gjithmonë protektiv ndaj familjarit të saj dhe ka këtë tendencën për të bërë që gjithë njerëzit tjerë dhe çdo sy që e shikon ta shohin vetëm me sytë e dashurisë siç e shef motra motrën. Por pjesa komenteve është një realitet që ndodh gjithmonë. Ndodh, na shoqëron çdo figurë televizive dhe çdo personazh. Kur i hipën këtij kali dhe çon gjithë këtë zhurmë, di e mirë që do vinë edhe ajo pjesë. Por kjo pjesë është ta konsideroni të parëndësishme për sa keni një person që është shumë e mirë dhe shembull shumë frymëzues. Është kinge. Edhe në fakt e tregoni ju që jeni motra e saj, se jeni shumë bukur. Kjo ishte një kauzë e cila trajtohet jo vetëm në këtë rast, po dhe më përpara. Po Valeri kështu është, mo nuk e i kemi njohur Valeri. Sa limonat që ke thënë? Unë e njoh shumë mirë parimin e Meritës, se nuk mund të them të njëjtën gjë për Tonin, për shembull, siç po them për Zonjën, kështu që Ne do të kalojmë në një klip tjetër tani, në një situatë tjetër që i përket Elinarës dhe Randit. Ska gjë më të bukur se qosh një njerëz
Rregullon mikrofon. E ka lavin mikrofonin. Ku e ke? Te krevati. Ta morë unë, vetëm rri aty. Shtrio, mos e ka pas për mikrofonin tim. Ja. Vej që komët? Boj komët tu. Boj komët tu, pastroj. Shoqe, se më tepër unë nuk mbaj. Pa besueshme. Nuk mban si mirë. Nuk më mbaj, nuk ka fat në ato gjëra. Je në fermë? Ja. E kur është mallu nga ferma? I bie njësoj për të tërë. Po fiq kërisht. Ta pu. Po je burnesh, po je burr. Nuk jepen puthjet gratis, të lutem shumë. Njerëzit shprehen zakonisht kur del. Shtriu këtu. Shbash më thua, si e pa mua, apo të ecën. Jo, s'po më ecën. Unë pa ty e kam provuar, si ty s'ka tjetër. Po pse s'ka tjetër? E shtu prës. Duket sikur marrëdhënia me Erandin është intensifikuar. Si e shetia, mund të lindi diçka midis të dyve? A mund të bëhet një marrëdhënie e konsoliduar? A ju pëlqen Erandi si motër e madhe? Me sa e njohun motrën time, nuk e besoj. Thjesht është e afrushme, është e dashur, por... Nuk mendojnë që do lindi diçka mes të dyve? Sepse e kam parë një video dje, edhe e pyeti Andrea për këtë marrëdhënien, edhe ajo e tha, që unë kam shumë punë, tha, them drejtën, ajo ka 2 vajza, është e vetme. Do të filloj diçka, sepse deri tani nuk ka mundur, sepse ashtu i kanë ardhur punët. Tash i qas ndodh. Ti do ishe dakord se si motër e madhe? Jo. Pse? Çfarë të keqe ka të dashurosh edhe në këtë moshë është Elinara? Jo, se në këtë moshë ne e kemi thënë që... Por, nuk e di. Që pëlqen Erandi? Jo, ai është tip shumë i mirë, karizmatik, shakator, po... Nuk e di. Çfarë të pëlqen? Motra ime është mësuar ndryshe. Da, mund t'ja shtroj në një mënyrë tjetër. Është mësuar ndryshe dhe nuk kam frikë se ata të të ta thjeshtëzoj pak, megjithëse ju motrën tuaj e njihni më mirë. Atëherë, Elinara, përveç historisë së saj që tha të dhunës edhe të problemeve që ka pasur më përpara, përballet në ferma VIP me një personazh i tillë si ata është karizmatik, e bën atë të ndihet më re, është i dashur, më i qetë, ka mendësi të jashtme dhe normalisht është tolerant, është mirëkuptues, përveç faktit që të dy kanë një eksperiencë për shkak të moshës edhe marrëdhënie më përpara, e shikojnë dashurinë mendoj në një koncept tjetër që të dy. Nuk po flasim për një djalë të ri, edhe Elinara në këtë rast, se cila të dy kanë një moshë të konsiderueshme dhe dashuria mund të ndodhë kudo. Tani, unë mendoj se të dy shkojnë shumë mirë bashkë, në lidhje me energjinë që shikoj dhe më japin nga ekrani, edhe gjenden me njëri tjetrin shumë mirë. Është pak për aspekt loja apo jo e din ata të dy, por mund të them që me energji, po shikoj unë zot çuditesh atë lindte dashuria midis tyre. Në fakt, unë ti di arsyet pse. Po pra, çfarë ti pengoj kur bisedojmë kështu në jetën e përditshme, s'ka shumë dëshirë më të krijoj një marrëdhënie, të krijoj një lidhje. Se është mësuar, jam mësuar dashuria nuk pyet. Megjithatë, thash
çfarë ndodh. Mund të ndodh. Edhe unë jam shumë dakord me Ndoshta nuk i zonjën. plotson kushtet. Edhe unë jam shumë dakord me zonjën. Të dy kanë histori të jetuar edhe të ngjashme situatat e jetës që kanë patur. Të dy janë thuajse në të njëjtin stad. Elinara është personi që ka më shumë energji dhe rini brenda vetes saj dhe për shkak të jetës dhe për shkak të asaj letre dhe shumë gjëra tjera që kanë ndodhur, nganjëherë këto traumat të lënë pjesën e fëmijës edhe pjesën e moshës adoleshente që qëndron brenda brenda vetes. Kush e ka nuk e shoh fare entuziaste motrën e Elinarës. Më hëngër dha, më hëngër. Po, ende nuk kemi një përgjigje çfarë pengon. Po dukem tepër i mirë. Je shumë. Se shiko sa bukur është të ketë Elinara në shtëpi për shembull edhe Erandi ta pres me batuta. Më pëlqen. Je lodhur e Po jeta nuk është ashtu. E di që jeta, po mendoj idealja duhet të jetë kjo. E pse mos a gjejmë tek këta dy njerëz? Se do ishte ashtu Elinara e motra, pse nuk do ta pëlqente? Urojmë Elinara ka nevojë për një realiteti është ndryshe. Megjithatë aty është reality show, nuk është vetëm reality. Kështu që zonja ka shumë drejt kur thotë që kur dalim aty është reality show, domethënë show edhe realitet, pjesë të ndara. Kështu që zonja ka shumë drejt sepse jeta jashtë është një realitet që pjesa e show pastaj nuk ka më drita, nuk ka telekamera dhe njerëzit dhe presioni dhe çdo gjë tjetër që të rrethon merr formë tjetër këndvështrimi që shef edhe ti për jetën e ndjesia e vërtetë. Ju po e shikoni si show. Aty është një marrëdhënie në kushte izolimi ku gjen ngrohtësi tek njerëzit. Për shembull, unë gjeja te Diteja ngrohtësi shpeshherë dhe është e kuptueshme gjithë gjëja. Zonja komplimentoj për këndvështrimin që ke dhe me të vërtetë do të thënë jam shumë dakord me mendimin tënd. A ta gjej motrën e Elinarës? Ti Elton? Jo, unë kam këta fjalë më atë tash. Ty si po të duket Elinara brenda në fermë? Tani mirë, ka ca gjëra që s'kan pëlqyer. Në çfarë debatemi në me ylli ndonjëherë ato ishin nxitës se unë kam vënë re. Jam pak nxitës, por nuk duhet ta egzagjeroj. Për shembull, ku është egzagjerimi? Unë kam përshtypjen se ju në këtë rast keni rastin të njihni motrën tuaj realisht. Më falë, po ju e thatë vetë që jeni pak kritike, prandaj unë e marrë parasysh që në të pjesë. Ju jeni kritike dhe... E s'kam shumë dëshirë që të duket keq. Du ta kuptosh që Eltoni është ai keq i panelit, që do se zbashkë... Unë ja ku ta them prapë. Në qoftë se ka një fermer dhe ka një femër që realisht unë e dashuroj në një reality show, është Elinara. Dhe këtë e kam thënë, në qoftë se ka një gjë pse mua nuk më pëlqen Erandi, është sepse ndjej xhelozi pse është ai afër asaj. Dhe këtë e kam thënë në studio. Po të njëjtën gjë po thotë edhe motra, që ndjen xhelozi sepse Erandi është afër saj dhe nuk është motra apo dikush tjetër antar i familjes. Gjithë kemi xhelozi, edhe unë kam xhelozi se nuk më duket Erandi i përshtatshëm për Elinarën. Elinara më duket më kinga. Po atë di Elinara në fund të fundit këtë zgjedhë dhe po vjen keq. Po edhe kjo duket qartë për faktin që s'po merren masa dhe hapat më të eshëm, duket se kanë ngelur ato kufit e miqësisë, ato kufit e qëndrimit të këndshëm në fermë, duke pasur kujdes disa rregulla dhe disa familjarë që të ndjekin dhe duke ditur mirë që po të ndjekin ata persona. Ta lëmë të flasim në minutat e fundit, nëse ke diçka për të shtuar që dhe ne ta njohim pak më mirë Elinarën. Ti nuk ishe dakord që ajo të fuste brenda, ti e the pak më parë. Vetëm për këto që do të shajnë, thosha. Motra e madhe me rolin e mamas. Gjithmonë kështu, gjithmonë kam qenë kështu. Që kur ishte e re, gjithmonë ikën. Mos se do të thonë kështu, do të thonë ashtu, sepse... Keni konceptet ashtu vinim nga ajo kohë. Tani kanë ndryshuar shumë gjëra. Elinara është në Instagram, motra është në Facebook. Kush mendon që është personi më i afërt i Elinarës aty brenda? Zero, man. Aty brenda? O, Big Basta. Big Basta. Për? A fatë që... Më i afërt. Për çift me Elinarën, po thotë? Ka më shumë miqësi aty brenda Elinara. Po, ai se janë njohur që përpara. Pyetja e fundit, a e sheh fituese Elinarën të Ferma VIP 2? Po pse jo? Sepse Eltoni jam e sigurt që është.
Finaliste do tjetë. E donte të ishte. Finaliste njerë pa tjetër. Finaliste do tjetë. Unë midis kësaj pjese shpresoj që e randi tjeta e që ta ftoj fermën që të situash të rinohet pak të edhe sa ekstra vetes. Ndoshta të plotësoj. Edhe ndoshta i plotëson kushtet. Jemi në minutat e fundit, ishte kënaqësi që ishe në Ferma Club. Ne do të shkëputemi në një hapësirë publicitare. Mos u largoni sepse në pjesën e tretë do të kemi të ftuar të eliminuarin e mbrëmjes së djeshme. Jemi rikthyer në këtë pjesë të tretë, tani do të ftoj fermeren që eliminua dje. Ajo trazoi jo pak ujrat brenda në Ferma VIP. Ftoj Nena. Eja Nena. Uroj që ta kesh marrë sa do pak veten, se e di që është shumë e shpejtë. Përshëndes, fillimisht. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit. Ftoj të ulesh? Përshëndetje. 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 Nena, je e mërzitur, e lumtur, jam shumë e lumtur. Ma shumë se sa që e ku menu. Kështu që dhe dje që nuk i besova yllit. Po. Çfarë të bën që mos t'i besosh yllit brenda në fermë? Po, ku nis prej asaj që na i kena bë do loja brenda, kena tentu disa herë mi bë. Edhe në momentin që ylli u bë nervoz, do më thonë është pak i pa menaxhueshëm të pjesë, është shumë temperament, edhe ka reagu, do më thonë e ka qit lojen që i kena bë, i ka qit fjalë që i kena fol, edhe prej asaj do më thonë u nisa që nuk e pata atë besimin të pjesa lojës, se normal se cili na shku për veti, nuk besoj që aty ta fal dikush lojen, kështu që u bazova me diçka që u nisa thjesht për vetit, diçka që se kisha bë, e kuptova që është manipulim aja që më tha mos e zgjedh kërkon se unë po ta fali lojen ty, plus ish loj force, në fundit të njëm femën. Ajo ishte një lojë shumë e ngjashme me atë që ka bërë Valeri dhe Flori vitin e kaluar, me pak ndryshime, por ishte një sfidë shumë e fortë. Shumë e fortë ishte. Dhe tek sfida, mendoj që suksesin ylli e kishte tek mënyra se si e mbajti pjesën e traut, në dadim nga Andreli që shtynte me dorë, ylli e mbante me trup. Ishte njëta gjë si që Flori e mbajti në atë kohë me trup, më shumë edhe mund penalizoj pjesa me dorë edhe mua. Elton, çfarë mendon që e ka penalizuar Nenën? Nena, për mua, ka qenë, ne e kemi diskutu këtu, kur Nena ka bërë hyrje në Ferma VIP, unë kam thënë uragan. Pse? Sepse mënyra se si ty hyre, si u qase, si u futen mes një qifti, ishte perfekte. Ishte loj, absolutisht, nuk e besoj që kjo është natyra jote. Për mu fol pre... Në jetën tëmë të përdiqme, jo, ndjes. Do më përqente shumë që ta kështë vazhduar atë pjesë, jashtë zakoni shumë, do më përqente shumë që t'ishe ajo vajza plank prishse, të shkonte 100%. Më pëlqeu shumë si ti erdhe, si u rrëfeve, si tregove gjithë historinë tënde. Jam prekur pafundësisht shumë. Por nuk më ka pëlqyer mesazhi që motra të dha që ti nuk duhet të jepje më shumë se kaq nga jeta jote personale. Po. Unë kam përshtypjen që ti bëre shumë njerëz të donin, të dashuronin për historinë tënde personale. Po, shumë njerëz e gjetën veten tek ju. Normalisht, familjarët janë ata që gjithmonë ndikohen, sidomos kur është... Patjetër. Jam i vetmi fëmijë në familje, që jam merrna me kamera, me këto gjona. Kjo gjë të stepi dhe ti ndryshove 360 gradë loj. U bëra me urt, me qetë. Pse më ta e kërkoj të gjë nga ty? Po, tu nis për asajna që normalisht është një histori prekse për familjen. Edhe une në vetën teme ku më ditë që kam ju pengu se nuk është diçka që kena diskutu, se është temë thjesht që të prek me fol me dikan. Unë dola para miliona shqiptarve dhe tregova gjithë shka që shukon. Kështu që e ku më ditë që kanë mundi keq, po thjesht ku më dasht me më njof njerëzit edhe jetën temë personale paka shumë që shë kam, se nuk është gjithmonë jeta me lula që shë shoj njerëzit. Funksioni që ka një reality show, është edhe kjo, që në përmjet jetëve tona personale, apo ndodhive që neve nga ka ndodhur, japim dhe një mesazh, inkurajojmë dhe njerëz jashtë që mund t'jenë në të njëjtat situata që neve kemi qenë. Për t'ja rikujtuar të publikut, ishte rrëfimi që bëri Nena për abuzimin në marrëdhënie që ke pasur nga ish partneri jo. Unë e thjesht ku më dashtë... Dhe për dhunën që ai
Unë kumdosh ma shumë me dhoni mesazh se si që dina një pjesë e femnav, hala, do me thonë e kena një mentalitet tronë, sidomos për i moshkujve, kështu që kumdosh me dhoni mesazh që kur nuk është vonë me janis për i zeros, edhe çdo moment që e kalon me vujtje dhe me presion, është në domin e jetës tone, të psiqikës tone, edhe mos me lon vetën me shkua qfell, sa që mos m'ju dosh dikuj tjetër më njetë. Po, atëherë kur e merë vendimin, me vendos, me ndryshu për vetën e vetë, se kur së është vonë, edhe nëse janë nisë edhe i herë prej zeros. Unë kam një qasje pak ndryshe, të them drejtën për nenën, pasi, jam të pjesa e hyrjes, më pëlqeu shumë, isha vërtet një uragan, dhe zgjodhi një strategji loje ku hyrim midis një qifti. Në fakt, Der këtu mendoj se... kam një pytje për nenën. Ishe strategjia apo jo dë? Nësë qofë se do vazhdojnë, diri ku do shkon të loja jote me limen? Që do i kishte darë, ishte pak për e sigur. Përderisa, do më thonë, na veç e kena cek direkt që u konë loj, do më thonë, nuk u konë e onesteme asë onestina për me vazhdu ma shumë, do më thonë, thjesht të e ditë që unë jom hi mas vonë të aty edhe vemendje e kum po që kërkush s'ka dasht me më dhonë, atëherë unë e kum zgjedh një mënyrë që me marrë vemendjen me dëshira apo pa dëshirën e tjerve, e kum bo ato që a kum dasht, nuk jam pishman as pak, sepse është zgjedhja jame, jom koni që në vetishme. Unë mendoj që është e gabuar komplet të koncept, pikërisht për këtë pjesë. Hyre me këtë lloj strategjie në lojë, siç e cek edhe vetë. Dhe më pas tregoje një histori shumë të dhimbshme. Nuk mendon që pak të penalizonte publiku duke të parë çfarë lloj vajze u paraqite që hyn midis një çifti, bën ato lloj veprimesh dhe më pas tregon një histori kaq të dhimbshme, nuk mendon se publiku do të gjykonte negativisht për këtë pjesë? S'të gjykon se kush të ka gjykuar unë jam njëri më gjykatë për ta. Përderisa jemi një format tillë, pa dyshim që nuk kanë me dasht krejt, kështu që ajo konë zgjedhja lojës tem që unë e kumë bo, edhe përderisa unë kumë bisedu me limin për me bo lojë, me bo show. Ta mbante lojë. Ai ma ka cek që nuk është diçka loja nej, lojë knej, kështu që mujna me vazhdu se absolut diçka që s'du mu bo mu, nuk ja bëja s'dikuj tjetër, sidomos unë që jom një feme që jom këgja. Nena thot që... A me ndoshë edhe me Albën ishte lojë? Po më bazë edhe me fermer tjerë që kena folë, Esteri do me thonë e ka citu që kanë folë në tualet me Olben edhe Olbe i ka thonë që gjithë shka është loj me styne. Po nena, po, jashtë ndërkohë qarkullojnë fjallet që Alba është shtatzan. Në më thënë kemi kaluar në platet të tjera ato të marrëdhënie. Mund të jesh edhe në lojë dhe të jesh ta gjojmë pak valerin. Nena thot që në fakt asërkur s'po m'jep të vëmendje. Në fakt vëmendjen ti e kishe sepse një femër e bukur hyri në fermë edhe kështu që ajo pjesa që ti e mësuar, besoj, nuk është se si e mësuar që figura pamja është pasaport në momentin e parë. Kështu që vëmendjen ti e kishe, por mos ndoshta çfarë vëmendje tjetër kërkoje. Kërkoje vëmendjen e një personit, se nuk është se kërkoje vëmendjen e tjerëve. Pikë spari, do me thonë, unë edhe kur ka pas praj me gjona, ka ndodhë në 70 herë ku më që dorën edhe s'mu ka thonë fjalla. Ku më dërhy me një biset të dikush, më ka thonë shujti, mos falti. Do me thonë, kjo konë starti jem, që jom konë një doj mënyre më qëndrën e vëmendjes pavarësisht se vëmendjen për një moment e ke këtë shtirë ka për qëndrën e vëmendjes. Unë nuk e disha se që ka ndodhë jashtë, normalisht që nuk thojsha unë jam zero, javën tjetër kanë me tek edhe... Ajo e ka pasur shumë të qartë, ajo ka hyrë brenda dhe ka thënë, ko, kam, po ko edhe s'kam. Kur themi ta vazhdonte, nuk kuptoj se ku duhet ta vazhdonte, vetëm të futi tek Randi dhe Linara, se si do ta vazhdonte kur çifti doli nga ferma. Unë jom dy shumë hosh, nëse brenda në fermë. Qileta, vajzat nuk e mbështetën brenda në fermë nenën. Ty si të zhdukur loja e saj? Me që je vetëm një vajzë? Unë e kam ndjekur shumë pa gocën, mirë po... Ajo erdhi me qëllime të sigurta që të ndante çiftin, por problemi është pse nuk vazhdoi, se do ecte më përpara. Ku të vazhdonte me motra se dolën. Jo, përderisa ish lojë, unë personalisht e vazhdoi lojën, mendoj se duhet ta vazhdojë lojën. Po ta kishte vazhduar nëna lojën. Ajo për t'i ndarë se i bëri ndalë nga loja. Unë mendoj që penalizimi ka ardhur pikërisht nga kahet që mbajte në lojë pasi doli limi me Albën.
fillove mbajte një kahë, si të thuash, të kundërt nga ylli në këtë rast, sado që kishit lojën së bashku, deri në një farë pike, ai zgjodhi që të manipulonte, dhe manipulimi nuk është komplet i gabuar, sidomos në një format të tillë pasi ti ke hyrë vetëm, edhe kjo ka qenë dobësia jote. Një, ka qenë e shoqëruar gjithmonë pas sigurisë se çmendojnë jashtë, pasi po kjo erdhi si pasojë. Kjo erdhi si pasojë pas takimit që pati me motrën. Unë prandaj thash, kjo të penalizoj. Një gjë tjetër më habit shumë fakti se si marrëdhënien më të mirë e kishe me yllin gjatë gjithë kësaj kohe, ndërkohë në fermë nuk para ke mbajtur ndonjë raport shumë mirë me Anduelin, kurse në momentin final kur ti ishe në rrezik zgjodhe ti besosh vetëm Anduelit. Pra edhe i the mos gaboj edhe që turoj fitoren, diçka e tillë. Po, tashti të kjo pjesë, unë e qyshe ceka ma heret, aty gjithkush është për veti edhe isha e sigur që ylli është të ma bo lojë, mu se s'ta fal ylli e lojën. As nuk ta fal as një sen, do më thonë lojë. Nuk ta fal dakike. Edhe une nëse zgjedhësha Big Basten, u kthejsha pet të mendimi se këta janë shumë ata fërcë me mu, edhe thjesht unë e muj me kone dëmtume. Pra për ty njeriu më i besës dhe njeriu më pozitiv që të mund mbështetesh tek ai është Andueli? Po pavarësisht debateve që i kena pas, na kena pas edhe shumë muhabetet mira, do me thonë, gjë që unë i kumë besu personalisht, edhe menoj që është njëri mirë, historia e tim ka prek. Nuk e besoj. Unë e di që a ju këtu deri në fund me bo matë mire që unë me Fakt, nena, unë doja të dija kush është fermeri më i shtirur aty brenda. Me i shtirur. Andrea. Allaj, krejt ka pak jo, po ka shumë, ma i shtirur është si mi do, si mi vro, thujnë të nashtë. Krejt janë... Përveç Anduelit. Po, dha i ka ato lojat e veta, se asë njës është pa lojat të. Krejt shtiren ka pak, apo kuptam, po Andueli shtiret më pak nga gjithë. E rëndësishme është e që ka beson ti, se aty loj ka bo Big Mama me mu, kanë bo të gjithë, do me thonë. Edhe unë me ta, edhe ata me mu, kështu që aja që ka besoj unë në veti, është diçka tjetër. Në fakt, përshëndetja që ti pate dje me gjithë fermerët, ishte përshëndetje shumë e ngrohtë, do me thënë pas shumë debateve që në ndodhur aty, se kisha besu drejt më thonë që... Po, ata u prekën nga dalja. Nena dje, automatikisht, nëzori jashtë loja Andrean, duke cilësuar dy grupe, grupi i Big Bastës dhe grupi i Anduelit. Nëzori dy lider në shtëpi, si pas nenës, duke anashkaluar të tërë të tjerë dhe për më tepër Andrean, që ka qenë personi që e ka sulmuar më shumë. Si e nëzora, s'po të kuptaj? Po, do me thënë, kur ju jeni pyetur dje, për çështjet e grupeve, juve keni thënë, grupi i Big Bastës dhe grupi i Anduelit. Dhe ju e keni gjetur veten tek grupi i Anduelit. Kjo ishte... Jo, nena më shumë ka qëndruar tek grupi i Big Bastës gjatë qëndrimit. Unë e kumë përmend shpesh herë që unë nuk i takoj asnjë grupi. Unë unë po cilësoj liderat e grupeve që ti the. Do me thënë, Big Basta dhe Andueli. Unë besoj që... Duke për këtë zgjedhje, ti nëzore jashtë loje Andrean. Po. Normalisht se Andrea në të rasë është këmba... Jo, kemi Andreon që është shtyrë gjatë gjithë kohës me Big Bastën, që nga fillimi fermës. Këtu jemi pra të kjo. Po, tu njës pe i debatëv që i kumë pas me ta, edhe mënyra e shprejjes që shë ka a i njëri, pavarësisht e ka për loja e qysh do qoftë, unë mendoj se edhe ofendimet e ka një dozë. Do me thonë se me një vend t'ilë, presion për këtyre njerëzve, energji shumë toksike, unë jom hi situatën ashta matron, kur ka dalë Roni, që aty ka pas termet u konë, kështu që mu më ka ra për një qëtësie shumë të madhe jashtë, me hi me një ambient ashtu, më ka ra shumë krejes, që shme thonë. Edhe mënyra që kanë vazhdu senet, ajo kanë diku edhe të onë. Gjo që unë normal jom hi me mendim që edhe unë di me ofendu, po s'du me përdor, edhe në fund dola për vetës, e bona, edhe unë ofendova. Do të pëlqente më shumë të fiton të fermën në Andueli apo një femër? Një femër. Cila? Ester? Normal. Cila nga femrat? Elinara, pëse Elinara. A do vazhdoj miqësia jote me Elinarën dhe jashtë? Besoj që po. Besoj që po. Nuk është shumë pas shumë debatet trona unë me Elinarën, a i na ko përsanet vogla, nuk kena kalu në ato ofendimet e rona, du me thonë për mu janë bazike me një format t'il, se edhe pa ofendime është problem me ka një format i t'il. Bili këto janë pak ma
ma të leta, që shme thonë që shkon format të tjera, kështu që besoj që po. Mendoj që po. Le të rikthemi pak te punët e fermës. A ishe përballur më përpara me punë të tilla apo ishte eksperjenca jote e parë në Po, unë e kum cek që unë si fëmijë jam rrit në fshat. Po, jam rrit në fshat, edhe normalisht që ka pas punë tilla, po herë. A i ke bërë apo jo punët? Po, ka ndodhur që edhe i kum bë, po jam kon fëmija më i vogël, kështu që nuk është shumë karo shumë, Edhe mi përgëdheluri pas. Po. Gjithmonë të vishlit më të Jo, po nena ka treguar që është pastërtore kryesisht. Po, ti ke që një nga vajzat që ka punuar goxha aty brenda, me aq sa ne kemi Unë parë. jam mundu shumë, e kam edhe fiksim të vetja, po me një ambient tillë ku ka njerëz që nuk e kanë problem nëse që aty hajnë, e lajnë pjatën, nuk e pastrojnë hiç, nuk e fshin as vendin ku hajnë, e pinë një pije freskuse, hedhin tokë, apo den, ka pas jashtëzakonisht shumë pa pastërti, gjatë që mu ka bo shumë herë me dojë pejë. Ke pasur rast ta shikosh veten tek pjesa se si e hedh ushqimin? Po. Si të zhdukur pak? Ajo normalisht që kum bo me një moment që jam konë shumë temperamente, edhe tu nis prej asajna që fline e bënë me yllin edhe na murë shumë kohë, e shumë vapë, shumë dzet, edhe për diri sa ylli që e pinë 2 goj Golden Eagle edhe i bënë tëna jo dramë, mu ma morrin flin tepsimi edhe i qesin ato gjonat që na e fshin edhe token me to, unë thash ma mirë le të ushqyet dardana, se sa mu ushqy këta, se atave që shin ushqy atje të fakiri, do më thonë. Plus për gjatë kohës që na e kena bo flin, non-stop ata janë ardhe dhe kanë marrë, kanë hongër. Mu s'ka pengu ajo. Dhe M'ka pengu pa pastërti. Darka me yllin ishte darkë romantike, apo jo? Darka me yllin u konë flirt në aleancë, do më thonë gjo që kena bisedu na disa dit ma heret, kena dosh me bo një loj, po. Besoj që na shtë edhe keni pas, se kena diskutu ko gja shpesh, kena dosh me bo një loj, mi shti pak në dyshim lojtarët e tjerë, po... Do me thënë s'ke pas të si interes amoros atje brënda. Këtë doja që dhja. Nuk është e shos i shok. A mendon yllin si një person nëse do t'a njën jetën jashtë të kishen diçka me të? Shoqni po, për ndryshe, unë muj me po një impaktin e parë një mashkull, a muj me bo me to ajo, është një mashkull që unë muj me pas shoqni me to. Nena, çfarë të ka lënduar më shumë brënda në ferm? Që kam ka lëndu më shumë? Po... Më ka lëndu paka shumë qëndrimi Big Mames, se u lidha në fillim emocionalisht shumë me ta, edhe kur e pashë një mënyrë mu largu edhe gjej ka arsytim nishin që u largu, për dirisa Andrea Andueli të dytve ju ka ro me kënë të nishi edhe prapë se prapë e kanë mojt atë shëqnin. Kjo e gjeti si arsye mund zërë për situatës, po unë e prapë se prapë nuk e besoj, u konë loja asoj, absolut krejtina me loja aty. Më tha që kina me konë shoqe jashtë, nuk e di. Sepse duk që nga takimi që bërë dje me Big Mamon, një kërkuat të ndjes njëra tjetrës. Po, një kum kërku ndjes edhe natën e DJ-t, i kum kërku ndjes. I kum kërku ndjes për ofendimet që ja kum bo, do më thonë, gjatë debatit që e kena pas. Nuk i kum kërku ndjes që ku moj distancë me ta, se besoj që jëm konë me drejtë. Me qënë se kemi edhe në sfond pjesën e hedhjes nga Gomari. Ti e njëri që i ke shijuar punët, po në fakt ke shijuar darktimin. Së është dim Gomarja, po, që i ke bërë gjithë kohës gjiro? Po, une kalerimin e kam me qef, edhe e shosi anti-stres. Ta është i masi s'kishim kalli e patëm një Gomari. Se nuk duket Gomari malë, se dukesh me malë ti se Gomarja. Mas shumë ti ka me marë malin për ose. Mano, nena, një kolpite mua do ma bësh, se... Kismet. Keni pytje të tjera për nenën se jemi në fund të misionit? Kam edhe një gjë. Kur bësh me nerva, si e kur bësh me nerva? I ashtu si që kemi parë në fermë që gjithkohës të kujtojt një emër që e përmën shumë shpesh një emër që është jargon. Në fakt, po të them vetëm pra pashtesën. Ose besoj din se për këbët janë. Varet kanë e kam për balë, edhe në varet pse më ka pru derin që atë pikë edhe që ka meriton mi thonë. Edhe vajzave e thu ashtu? Edhe vajzave e thu ashtu? Vajzav? Nuk është se mbjen me pas debate me vajzat, me vajzat punoj, nuk është se mbjen me agravu që vajzat i ruj. Vajzat i ruj, po këto nuk më gjovë gjeni. A ishte një moment kur pam me shumë nerva, se... A ty brënda Valer, edhe një bërë me shumë nerva me ty. Kemi pasur shumë nerva, po s'kemi arritur të terminologjia. Kemi pasur që vjetën juve, që ju bërë aspersonte. Planet e mija, normalisht e kam plan me pa me vazhdu me muzik, edhe punën teme me vazhdu pa tjetër, me shiu pak verën me pushimet u shumë e gjithë një ko. Pa tjetër, që po? Që to.
Mirë, Për fillim, tani çka vjen prej Zotit mirë se vjen. Unë të uroj shumë suksese, shumë faleminderit që ishit me mua sot në Ferma Club. Faleminderit. Të uroj gjithë të mirat, ne do të shikohemi të shtunën që vjen orën 13 këtu në Vision Plus.